Do doja që t'jetë protesta fundit, sepse nuk ka asnjë logjik që edhe me tutje të zvaritet ky proces, që të mos ketë një gjykim lirues. Qëllimi jonë është që të ndikojmë përkatësisht që ta ngrisim vedinë të faktorë ndërkombëtar mirë, pra të gjitha ata të cilët në emër të drejtësisë mundohen që ta njollosin luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që qëllimi jonë është që t'ju japim përkrahje liderëve tanë përkatësisht themeluesve të shtetit të Republikës Kosovës, e që gjithmonë jemi me ta dhe edhe shpresojmë që edhe verdikti këtë rast i kësaj gjykate fantome të ndikoj apo të jetë ai i cili ka për qëllim që të liroj përfaqësues tanë shtetëror përkatësisht komandantët e OÇK-s që tashmë atje që sa kohë mbahen padrejtisht. A mendon që do të jetë protesta e fundit kjo? Do doja që t'jetë protesta fundit, sepse nuk ka asnjë logjik që edhe me tutje të zvaritet ky proces, që të mos ketë një gjykim lirues, edhe dëshiroj që t'jetë protesta fundit. Prandaj edhe jemi këto që t'ju bëjmë thirrje të gjitha institucioneve ndërkombëtare dhe institucioneve vendore që sa më shpejt që është e mundshme të marrin një vendim lirues për përfaqësuesit tanë të ushtrisë shqiptare të Kosovës.